kryefjalë në fakt ishte tema e Silvinjës dhe në konferencën për shtyp ditën e sotme, pasi kur u rinovua kontrata me kush botrorin, të gjithë menduam që eliminimi nga Polonia do të thotë një mirëpafshim me Silvinjës me kombëtarët shqiptarë të futbollit, por ajo që tha ditën e sotme kreu i Federatës Armand Duka, lart kuptoi që tashmë rinovimi është në dorën e Silvinjës. Pak a shumë ajo e përmbledh se çfarë Duka tha është fakti që duket sikur FSHF ka vendosur të japi një ofertë të re për rinovimin e kontratës Silvinjos dhe fillimisht do të presin përgjigjen e tij nëse ai do të pranojë rinovimin e kontratës me kushte të reja. Pra, po të lexojmë në rrjeshta duket sikur oferta që do t'i vi Silvinjës nga FSHF do të jetë një ofertë më ulët financiarisht dhe për këtë arsye pritet për të vendosur nëse do të pranojë Silvinjo që ndoshta me një pak të reduktuar të vazhdojë të jetë në krye të kombëtarëve shqiptarë të futbollit dhe në rast të pranon nga fjalët e vet presidentit Duka, duket se do të ketë një marrëveshje për të vijuar sërish së bashku bashkëpunimin. Në rast se nuk pranon, pasi Duka kishte edhe planin B, e tha dhe duke qeshur madje që edhe në rast se nuk pranon Silvinjo, unë i kam disa emra në mendjen time në kokë. Tha, kështu që është pa diskutim një temë shumë e nxehtë, por duket sikur edhe vetë Silvinjo ndoshta duke treguar edhe dashurinë që gjatë tashmë e ka për Shqipërinë, është mësuar me kombëtaren ton, ka disa vite këtu, shihet si një vazhdim i projektit së bashku. Besoj që do të jetë një tratativë që do të përfundojë lumtur për të dyja palët, megjithatë mbetet për të parë. Edhe presidenti dhe Silvinjo kishin zhvilluar një bisedë së bashku, ku pyesnin më shumë njëri tjetrin se do të që unë të vazhdoj, dhe të dy sikur ishin dakord për të vazhduar, kështu që besoj që do të jetë me fundin e lumtur me rinovim, por rinovim që do të vijë gjithmonë me një ndryshim, besoj, në kushtet ekonomike të kontratës, kontratë do t'i ofrohet fillimisht Silvinjos dhe më pas, nëse ky jep përgjigje pozitive, vazhdoj me të. Nëse jo, më pas do kërkohet për një trajner të ri, me atë që cilësoj Duka, gjithçka do të kryhet para misoreve të muajit qershor. Pikërisht do të ndalesh, pra gjithçka do merret vesh në momentin që do të mbyllet, pra edhe qershori, vera, shtatori ndoshta me trajnerin e ri ose me një emër të rikonfirmuar. Gjithçka në fakt bëhet në plan të mbyllet ndoshta edhe para misoreve të muajit qershor, pasi siç e konfirmoi dhe Duka, në muajin qershor do të kemi 2 misore, ku e para dhe aty ku mungon vetëm firma në kontratën e misores është sfida me Luksemburgun. Pra po themi se e kemi pothuajse të mbyllur misoren e parë me Luksemburgun në muajin qershor, por po punohet edhe për një misor të dytë po në muajin qershor mes Kilit dhe Danimarkës. Një nga këto dy përfaqësueset janë ato me të cilat federata jon po kryen tratativa për një misore të dytë në muajin qershor, të dyja të paktën në letër të planifikuara për të zhvilluar në Tiranë në Air Albania. Qartë. Mirë, Mantho, meqense jemi tek trajneri Silvinjo, puna e cilin fakt ka qenë shumë e mirë sa i përket rrugtimit deri në Europian, edhe në këtë rrugtim drejt eliminatorëve të botërorit në arritëm një fazë, një moment historik, po ti padyshim që i ke ndjekur vazhdimisht edhe kritikat e themi dhe arsyeja pse u pati kaq shumë mshim le të themi mbi trajnerin.